Fëmijët tonë po rritën me telefon në dorë, por a din ata me dallu mashtrimin online? Prej mesazheve të rreme, te ato ofertat magjike për produkte online, interneti është i mbushur plot me kurthe. Çka do të me bëj ju si prind në këto raste? Filloni një bisedë hapur me fëmijën tuaj. Folni për mashtruesit online. Tregoj atyre se qysh ata mashtrojnë njerëzit dhe pse ne duhet të jemi të kujdesshëm. Pyesni fëmijën se a kam pa ndonjë rast të tillë apo ndonjë mesazh. Kjo e bën temën më interesante edhe ju vetë si prind e kuptoni se sa din ata. Shpjegoni se si funksionojnë mashtrimet. Tregojuni se mashtruesit përdorin mesazhe, emaila edhe reklama të ndryshme në mënyrë që me përfitu prej fëmijëve dhëna personale apo edhe para. Shpjegojuni se mashtrimi mund të vijë edhe nga një profil i rrem në rrjetet sociale që paraqitet si një shok i tyre. Jepni shembuj konkret që i prekin fëmijët. Tregoni raste reale të mashtrimeve. Si për shembull, një ofertë për një dhuratë falas, apo edhe konkurse që kërkojnë para për me marrë pjesë. Këta shembuj ndihmojnë fëmijën të kuptojë më mirë rrezikun. Së bashku vendosni disa rregulla për përdorimin e internetit në shtëpi. Tregojuni fëmijëve që mos të ndajnë të dhëna personale, mos të përgjigjen të panjohurve e mos të klikojnë në linqe që janë të dyshimta. Zhvilloni të menduarit kritik të fëmijës duke i bërë pyetje thjeshta. A i kishe bler një iPhone online për 25 euro? Çka kishe bërë nëse veç e kishe pa këtë ofertë? A i kishe besu asaj? Kjo ndihmon fëmijët të analizojnë informacionin dhe të njohin mashtrimet. Edukimi për mashtrimet fillon në shtëpi. Sa më të përgatitur të jenë fëmijët, aq më të sigurt do të jenë në internet. Për video edukative të tjera si kjo, mos harroni me bë subscribe hibridin në YouTube.